Në një ambient ku fjala dhe mendimi krijuan harmoninë e tyre natyrale, u zhvillua një intervistë frymëzuese me sekretaren e Sekretariatit për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Ekologji, Fjolla Katana. Biseda jon u shndrua në një rrugtim të qetë përmes punës së përditshme që bëhet për tokën, prodhimin vendas dhe mbrojtjen e natyrës, tri shtylla që mbajnë gjallë zhvillimin e çdo komuniteti. Me qetësi dhe profesionalizëm, sekretarja ndau vizionin e institucionit që përfaqëson, një vizion që synon t'ju jap bujqësisë forcë të re, të mbështesë zonat rurale dhe të vendosë ekologjinë në qendër të çdo hapi të ardhshëm. Në fjalët e saj u pasqyruan jo vetëm projekte konkrete, por edhe përkushtimi i vazhdueshëm për të ndërtuar një marrëdhënie të qëndrueshme mes njeriut dhe natyrës. Ne kemi disa prioritete, por kryesorja është mbështetja e vazhdueshme e bujqeve në prodhimtarinë bimore. Do me thënë, ne mundohemi të stimulojmë ato nëpërmjet thirrjeve publike ku do të konkurrojnë dhe i japim atyre subvencione që ato të vazhdojnë të merren me bujqësi. Po ashtu prioritet tjetër kemi edhe ngritjen e standardit dhe kvalitetit të prodhimeve bujqësore. Po ashtu edhe ne planifikojmë, do me thënë nëse na lejon buxheti, prej vitit të ardhshëm ne kemi plan, nëse na lejon buxheti, që t'i zgjerojmë këto ndihma, ku do të përfshin edhe subvencionimet për qumshtin, subvencionimet për mbjelljen e prodhimeve të reja bujqësore, si dhe po ashtu planifikojmë që të hapim thirrjen për zhvillimin rural, ku ato do të mund të aplikojnë me biznes planet e tyre. Ne fermerët lokal për momentin i mbështesim nëpërmes subvencioneve që japim. Do me thënë, në gjatë vitit kemi hapur disa thirrje publike ku ato kanë pasur mundësinë të aplikojnë. Kemi hapur thirrjen publike për bletari, për prodhimtari bimore, për mekanizim dhe pajisje, dhe interesi i prodhuesve për to ka qenë të jetë i madh. Do me thënë, ka pasur rreth 200 e sa aplikime për një thirrje publike. Ne të rinjt mundohemi që t'i stimulojmë në mënyra të ndryshme, qofshin ato promovuese edhe financiare. Në mënyra promovuese ne i stimulojmë në mënyrë që marrin pjesë në aktivitete dhe në sajame të ndryshme dhe i bëjmë thirrje atyre që të marrin pjesë po ashtu. Ndërsa në mënyrë financiare i mbështesim nëpërmjet subvencioneve. Do me thënë, ne kemi disa kushte të veçanta për të rinjt, ku çdo i ri deri në moshën 35 vjeçare, në dallim nga prodhuesit e tjerë, do të marrë 15% më tepër subvencione. Po në programe subvencione, do me thënë, kemi gjithë vitit të hapur. Për momentin nuk ka sepse kanë përfunduar, por do hapet së shpejti në muajin dhjetor. Qytetarët mund të aplikojnë këtu në zyrat tona në afatin përkatës. Një nga sfidat kryesore mund të themi se është mungesa e infrastrukturës, do me thënë ka nevojë për përmirësim në punimin e rrugëve dhe në zgjerimin e tyre, po ashtu edhe në hapjen e kanaleve kulluese, sepse siç shohim çdo ditë janë duke ndodhur përmbytje. Ne jemi duke planifikuar që të hapim një thirrje të re publike, që quhet thirrje publike për zhvillimin rural, ku individët do të kenë mundësinë që të aplikojnë në këtë thirrje me biznes planet e tyre dhe do të marrin një shumë rreth 2.000 eurosh që të hapin dhe të zhvillojnë këtë biznes ide apo plan të tyre. Për mbrojtjen e mjedisit, ne kemi shënuar disa ditë të rëndësishme, kemi shënuar ditën e tokës, ditën e pyjeve, ditën e kënetave, ku ne si sekretariat kemi ndërmarrë iniciativa të ndryshme, kemi organizuar, domethënë, aksione mbjellje, pastrimi të plazheve, së bashku me nxënësit e shkollave dhe me organizatat jo qeveritare. Ne si sekretariat gjatë këtij viti kemi pas, domethënë, aksione të mbjelljes. Së pari kemi mbjell në shkollat e Ulqinit, kemi mbjell pemë frutore në të gjitha shkollat në Ulqin dhe në anë të malit. Po ashtu kemi pas aksion mbjellje në parkun e Kravarit, si dhe në plazh të madh, saktësisht tek plazhi Safari, dhe po ashtu planifikojmë që këto aksione të përsëriten përsëri vitin e ardhshëm, por në lokacione të tjera. Kushtet klimatike e dim se kanë një ndikim të madh në prodhimtarinë bujqësore, por fatmirësisht ky vit ka qenë një vit me kushte të volitshme, domethënë edhe prodhimtaria ka qenë frytshme. E vetmja anë negative mund të themi se kanë qenë thatësirat që kanë qenë gjatë verës.
Unë do i jepja një mesazh dhe do i thoja që të mos e lën anash punimin e tokës dhe të vazhdojnë të punojnë në këtë fushë, sepse Ulqini është një vend që ka një potencial të madh, dhe ka tokë pjellore. Dhe po ashtu ka një traditë në kultivimin e prodhimeve të ndryshme bujqësore. Interesimi, si që shohim ne, është në rritje me këto masa që ne jemi duke implementuar, ka edhe të rinj që vinë dhe aplikojnë. Dhe shpresojmë që me thirrjen publike që do të hapim tani, do të ketë edhe më tepër. Në përfundim të kësaj interviste, mbetëm me një ndjesi qartësie dhe vlerësimi për punën e palodhur që bëhet çdo ditë në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe mbrojtjes së mjedisit. Fjalët e sekretares së sekretariatit na rikujtuan se kujdesi ndaj tokës, natyrës dhe komunitetit nuk është vetëm detyrë institucionale, por një angazhim i përbashkët që kërkon ndërgjegjësim, bashkëpunim dhe vizion të qartë. Kjo bisedë jo vetëm na informoi, por na frymëzoi të shohim më thellë vlerat që mbart natyra dhe rëndësinë e zhvillimit të qëndrueshëm për një të ardhme më të sigurt